Ku I ke parë ti Aslan këto dorëheqjet me asociacion, se nuk të kuptoj fare. Unë e di që tani më kjo historia e proceseve hetimore dhe proceseve gjyqësore është shpresa e vetme, jo vetëm e kënetës madhe, po dhe moçaleve të vogla. Se atë që nuk e realizojnë dot në fushën e ballafaqimit elektoral me popullin, duan ta realizojnë, mendojnë se mund ta realizojnë, nga një anë duke nxitur spakun dhe duke shpresuar që spaku do shkri Partinë Socialiste, dhe nga ana tjetër duke bërë këtë presionin qesharak që ja si mund votohen këta, si mund votohet ky, këta kanë gjysmën e qeverisë në burg, këta kanë gjysmën e partisë në burg, ndërkohë që pikërisht pse populli është një shkallë, minimalisht një shkallë më lartë, se sa më I zgjuari dhe më I bukuri nga të gjithë ju, nuk e ha këtë lloj propagande. E dini pse nuk e ha? Për një arsye shumë thjeshtë. Sepse populli ka një kujtesë edhe bën një arsyetim. Pse nuk ndodhin përpara këto procese? Pse nuk ndodhi përpara që të shikonim dikë me pushtet, që të hetohej, që të vijë në akuzë, që të ndalohej, që të gjykohej, që të dënohej? Pse nuk ndodhin përpara? Pse ndodh sot? Pse ndodh sot? Ndodh për shkakun tënd apo për shkakun e kënetës tënde? Kënetës tënde, domethënë kënetës ku pllaquritesh edhe ti bashkë me të tjerë, verbërisht, kot, pa lidhje, sepse nuk je përfitues I pushtetit të kënetës, nuk je përfitues I atyre milionave që papritur dalin nga barku I kënetës edhe shkojnë për të futur bufin në lavanderi, që t'i pastrohet damka e turpit nga balli. Nuk je. Nga I dolën, nga I nxorën ato 6 milion. Pyes unë. E di ti? Se unë se di. Apo patriotët. Kështu që kjo teoria që jep dorëheqjen se është ky në burg e se është ai në burg, nuk funksionon. Fare. Hiç. Zero. Dhe një nga arsyet që Partia Socialiste do marrë rezultatin më të mirë që ka marrë ndonjëherë në drejtimin tim, është fakti se për herë të parë populli shqiptar po shikon një përpjekje serioze për të vendosur barazim para ligjit.